paktën prokurorës e zyrtar policor përgjithës nuk e kanë bërë me dije derisa s'kan jap informacione për pozitën e policit përkatësisht rreth çka ka qenë duke punu kohëve të fundit në detyrën e tij. Çfarë këtu Elezi mund ta ndihmoj? Elezi, me çfarë është marrë rreshteri? Rreshteri a dihet me çfarë rastësh? A ka qenë heshteri apo ka qenë rreshteri? Jo, s'ka punu në time. Rreshteri ka qenë shefi ndrimit, që ka udhëheq ndrimin në kuadër stacionit policor, në aktivitetet që ka pas nevojë policia, si për shembull angazhimin në Mitrovice, di që ka pas disa angazhime në atë kohë. Ka qenë në Banjsk. Ka qenë, nuk e di me saktësi në Banjska ka qenë, por e di që ka qenë në aktivitetet policore me kërkesë të regionit për të plotësuar numrin e policëve në veri. Kjo është e saktë. Kishte qenë atje në Mitrovica. Ashtu diçka parafërsisht rreth 2 muaj ka qenë atje. Ajo që dihet para se me marr gradën rreshter, nëse nuk gaboj, ka punuar një kohë të shkurt në hetime, ka qenë kjo shumë herët, por me një fjalë nuk ka punuar në njësi të ndjeshme, sepse dihet stacionet të çfarë niveli të hetimeve kanë drejt të organizojnë, kur kryesisht veprat e rënda trajtohen nga stacioni regional. Kështu që nuk mund ta ndërlidhim aktivitetin e tij me ndonjë profil personi që ka pas punë. Kushtim, është shumë e rëndësi me potencu faktin edhe na me dol prej asoj çka ka qenë publiku me thonë. Nuk del se të kërkosh pa një motiv, pa një arsye, pa një qëllim me mërrit dikën caktuar, me vrau dikën. As më pak në zyrtar policor. Mëra pak soi vrau, se qysh e ki edhe titullin e misionit është koza misterioze, dikush do të një pas një motiv shumë të madh për me dal me vrau një polic me bën një organizim qas perfekt të kryes vraus për shkak se kanë arrit me ik për i vendit xharis edhe pa lënë pruva dukshme. Këtu është një